I urojmë se ardhë të mësuarve tanë. Sot në institucionin Time Center kemi të ftuar grupin e motoristave Enduro Albania. Janë ata që sfidojnë vetën e tyre duke ngarë motorin, janë ata që udhëtojnë plot pasion adrenalin dhe me shumë dëshirë të madhe në shumë vende të Shqipërisë dhe të botës. Ju falenderoj për prezencën tuaj. Atëherë, këto formula janë bazohen në parimin ajo që diskutoj, ajo që pyes, është ajo që unë mësoj. Ne nuk kemi pyetjet e gatshme, pyetjet janë spontane, kemi një parim, nuk ka pyetjet të shëntuara, nuk ka pyetjet e këqija, ka përgjigje të gabuara. Kështu që për ndonjë pyetje ju kërkoj ndjes. Shumë faleminderit që jeni në Time Center, është kënaqësi shumë e madhe. Shumë faleminderit. Do doja ta nisim një nga një prezantim për secilin prej jush dhe çfarë pozicioni keni në grup. Atëherë, unë jam Dritan Zavalani, jam presidenti i grupit. Ani të më falni se kam bërë bluzën. Edhe këto janë gjithë çunat në fjalë, por ne jemi shok dhe nuk ka pozicion. Julian Dama, babi 3 fëmijëve, punës policie, antar i grupit në Enduro Albania. Unë jam Martin Demia, pjesëtar i grupit Enduro Albania. Unë jam Andi Roseti, jam sekretari i grupit Enduro Albania. Unë jam Orkestra Arhani, edhe unë jam antar i grupit Enduro Albania. Atëherë, fillojmë rubrikën pyetje përgjigje. Jemi kurioz të dim si nisi grupi juaj dhe pse emri Enduro. Atëherë, Si që dim nisi mes shokësh dhe miq. Enduro Albania nisi si grup, një grup shokësh që diqim nëpër rrugë, nëpër male, në off-road, më thënë rrugë këshia, rrugë mira. Unë lodhëm, bëhëm i grup shokësh, pse mos ta bëjmë edhe grup, për antarësimet më tjera e gjëra tilla. Kështu nisi. Viti ka qenë 2017, mos të bëjmë 2017, që është ligjimentura, sikur, që është bërë me letra. Si janë kriteret që mund ta ndërsohet? Atëherë, kriteret janë, ne nuk është se shohim njerëzit nga motori apo nga veshja. Mjafton të jesh shok i mirë, të jesh bashkëpunëtar i mirë, dhe në momentin e parë që një person shpreh dëshirën për me qenë pjesë e Enduro Albanias, mjafton të vi, njihet me gjithë çunat në Twitter, në për ndërlidhje që bëj, dhe mjafton të japë dëshirën dhe është pjesë e grupit të Enduro Albania. Por duhet njihet me gjithë çunat. Kjo është shumë e rëndësishme që të jenë edhe gjithë çunat në një mendim. Dhe duhet në një periudhë kohë që ti i njohë për gjithë, sepse jo të gjithë janë kudo. Pra, ju jeni shumë lidhur me njëri tjetrin. Patjetër. Kjo është gjëja kryesore. Ne jemi si një familje e vogël, do të thënë, se familja e madhe është familja kryesore, po ne jemi një familje që gjithë do të bëjmë për njëri tjetrin. Dhe gjithë do të shkojmë shumë mirë me njëri tjetrin, mos kemi ndërmendje, ta dëgjojmë, ta këshillojmë edhe kur bën një gabim, dhe kjo është gjithçka, harmonia mes njëri tjetrit. A keni ju një praktikë për ta mbajtur sa më të lidhur lidhjen tuaj? Domethënë, në marrëdhënie me njëri tjetrin, keni një ditë të caktuar që bëni mbledhje, një ditë të caktuar që një orar të caktuar, një moment ditës, si e keni organizuar? Ne çdo të njëjtë, ne mblidhemi, kemi lokalin ton, ku është dhe kemi quajtur Enka e Enduros, ne mblidhemi dhe bëjmë mbledhje, bëjmë diskutime për çfarë do bëhet javën që vjen, për çfarë problematika mund të kemi, për çfarë aktivitete do të bëjmë, dhe më pas, kur kalon një orë se do bëjmë ditë natë mbledhje, pastaj rrim me shoqërinë, gëzojmë, festojmë me njëri tjetrin. Mirë, ne do ta ndajmë në disa pjesë që do bëjmë grupet e pyetjeve. Do bëjmë një grup pyetjesh. Do bëjmë një grup pyetjesh, pastaj kalojmë tek një përshëndetje që kemi për ju, nga nxënësi. Kush do pyesi parë? Po jam detyruar të një presidenti të një grupi me motore.
pozicion i vështirë, se do të mbash grupin unitet para s'kerë që mos ketë atë rbetë të shojve. Të organizoj festat, që ne kemi edhe aktivitetet të gjitha. Mundohemi të drujmë atë shkushmërinë të shokët, të miqtë, se ka dhe grupe tjera motoristike, nuk kemi vetëm ne. Apo të organizojmë festat, shkojmë, bëjmë vizitat e shokët e tjera. Kjo është pjesa e asaj. Pastaj, kryesore dhe themi që është familja dhe puna, se jemi gjithë familjarë, dhe gjithë punojmë, gjithë kemi fëmijë si puna juve dhe të i mbajmë. Pastaj, kjo është pjesa pasionet. Por, në fakt, ky është pasioni juaj në komedia. Pra ju jeni të punë të ndryshme, këta e keni vetëm Ky është pasioni. Po, Darda. Se keni zgjedhur të bëheni motorista? Është pasion. Tani, ti je një vajzë e vogël, ke qef të bësh piktore, po të pëlqen motori, po të pëlqen motosh, do bësh notare, të pëlqen të bësh ti hypësh patina atë. Dhe ajo është një pjesë që ti do ta kesh qef dhe kur të rritesh pasaj për pasion ti do vazhdosh edhe të japësh patina. Ne kemi qenë qytet vetë, ne kemi pas qef motorat, kishim qef bicikletat, motorat, këto dhe kjo është, na ka ngelur pasioni motor. Marlon. Kushto sa që të bësh motor, që ta kesh talentin në motorin? Si e zbulove talent? Ajo vjen natyralisht. Ajo vjen, çfarë ke qef? Çka ke qef të bësh ti për shembull? Kur të rritesh? Të bëjmë një youtuber. YouTuber. Okej. Ti që tani fillon që shef YouTube. Pasioni im, po themi, ka qenë kur isha i vogël, bëja xhiro me bicikletë, se shisha njerëz me motora, dhe kisha qef që kisha një motor time. Dhe ky pasion ngeli. Kurse unë për shembull babi im ka pas motor, kur unë isha shumë i vogël, dhe unë që atëherë shikoja thosha si ecën ky me dy rrota, si nuk bie, si e mban motorin dhe gjithë to pyetjet më kthen në pasion. Dhe sa arrita një moshë unë mund të hypsha në motor, e provova. Edhe nuk zbriti më. Dhe u rëzuar nga motori. Do flasë pak më vonë edhe për Resiqen. Amber. Po që frymëzoj të bëhem si motociklist? Kush të frymëzoj? Kush frymëzoj? Si vështirë është kjo, se asnjë nuk frymëzon për me bë motociklist. Por është ajo pasioni, pra dëshira e madhe. Qefi që ke. Dëshira e madhe. Reja. Nëse nuk do të ishe motorista, por nuk ishe të bashkuar? Unë e kam gjetë profesionin tim, jam mekanik. Edhe motorist edhe mekanik. Ne kemi gjitha profesion. Auton ndërsa motori është pjesë, për shembull ti mund të bësh inxhinier nesër, por do të ke qenë të luash futboll. Po, do lush edhe futboll. Do lush edhe futboll, do bësh edhe basketbollist. Po edhe ke edhe një shkollë, me fjalë kryesore është që ju të mësoni, dini njët me shkollën që keni, ndërsa pasioni që është me fjalë mund të bësh notar të fashët, më përpara basketbollist mund të bësh Edhe motorist. Edhe motorist mund të bësh. Kesh edhe motor që shkosh ke puna. Ester. Sa e vështirë është natësh motor? Ja, Nuk është shumë e vështirë, por duhet të jesh i vetëdijshëm që për rreziqet që ka rruga. Duhet të ndjekësh patjetër rregullat e qarkullimit rrugor. Vështirësi nuk ka, është njësoj si të ecësh me bicikletë, është njësoj si të ecësh me makinë, por vështirësia është që ti duhet të jesh shumë i kujdesshëm. Të jesh i vëmendshëm ndaj tabelave, ndaj sinjalistikave, vijat e bardha, të respektosh të mësorët dhe të gjitha këto rregullat ti zbatosh. Po Evi. S'me të ishte apësh në bicikleta për në motore? Tjetë që bicikleta që vetë jesh, po? Nisë me bicikleta. Edhe shkon të motorë. Që ruan ekuilibrin sonë. Reja. Në është motori më shpejt që kemi? Që kemi? që kena aty, janë dy motora. Motori i Xhaxhit dhe motori që kam unë. Këta janë më të shpejta. Mase i dua me marka. Jo, ka dhe çdo motor ka dhe motorët ndahen me kategori. Ka motor sportiv, ka motor për majt, ka motor për tur. Motorat sportiv normalisht janë më të shpejtë se sa motorat për udhëtime apo motorat për majt. Kështu funksionon. Darsen. Shkrepe. Sa ta mendoj Darseni? Ester. Kur libët për ne të parë në motore, si shprit?
Po, edhe kishin pak frikë, sepse zbret nga bicikleta për me hypë direkt në motor, dhe është pak e frikshme. Dhe si e poshtë Po duke e provuar, duke rezikuar. Dëshira është aq e madhe sa që pjem poshtë atë frikën. Kush di ja bicikletës nga ju? Kush dini do bicikletës? Ja, Atëhere, momenti që ju mësoni bicikletën, keni mësuar sa të ekuilibrin. rriteni edhe pak, e keni mësu ekuilibrin. Dhe mund të hypni një motor shumë të vogël, që ka peshën e bicikletës. Gjysmën e punës e keni bërë. Kush e përdor akoma me ato dy rrota anësore mbrapa? Atëherë kisë kena të vogël po. Edhe ne në fillim hapshim këmbët. Po, edhe ne hapshim këmbët përpara. Mos vini, sa fillon të mëtonin, hapshim këmbët kështu. Ujdi. Leo. Nuk jam një soj. Është si makinë ndar për gjysë. Dy rrota e ka ti. Ajo ka vetëm dy rrota. Pyetja fundit Noeli dhe kalojmë ke përshëndetje. Dahen kategori. Është komplet e gjë. Sepse motori për mash duhet të jetë pak më i lehtë, nuk duhet të ketë shumë shpejtësi, por duhet të ketë fuqi. Kurse motori për udhtim duhet të jetë më komod, është më i madh, më i rënd. Motori është pasion. Edhe vajza ime 8 vjeç që jep motorit, bën xhiro në motor. Ka motor nga vetë. Pasion, stil, udhëzim. Kemi një përshëndetje për ju, pastaj do të flasim prapë për disa pyetje tjera të drejtë për drejta, se është një sport shumë i bukur, është një sport shumë i gudimshëm, po është një sport që ka rreziqet e veta. Sa po të bënë gati mirë për surprizën, ju bëja një pyetje për ata që na ndjekin live. Cila është buita më e bukur që ju keni bërë? Më e veçanta, më e vështira, më sfidusja. Nuk da. Nuk da. Do vit kategorinë e vet. Si organizoni kur fillon? Si caktohet, si zgjidhet, do të thënë, ka një plan strategjik? Ka një plan. Plani fillon që nga të takimi në orar fix, përbullojë gjithë para të është një kryetar para, Quhet kapitan grupit. Ai nuk parakalohet në asnjë rast, se ai ruan shpejtësinë e gjithë grupit dhe përvojën e gjithë grupit. Janë dy persona në fund, të cilët njoftojnë për çdo avari që mund të ketë një motorist, që mund të ketë mbrapa, njoftojnë të parë, ne kemi te skafandrat e konkurrent, ne kemi disa kupje, në cilat komunikojmë me njëri tjetrin, dhe për çdo avari që mund të ketë, dikush nga kalson, dikush ka një defekt, ne njoftojmë që grupi mos të shpërndarë dhe mos të ndarë. Të shumë gjithë grupë, dhe në momentin që dikush ka avari, në moment ndaloni gjithë, jeni gjithë për një për gjithë. Kjo është pjesa e grupit. Kjo është pjesa e grupit, dhe është një formull shumë e bukur që ne duhet ta mësojmë dhe ta mbajmë mend. Mirë, ndjekim përshëndetjen dhe pastaj do të vëmë tjera.
Kam fillu të jenë më të kujdesshëm. Kam fillu, por janë kujdesshëm. Çunat janë kujdesshëm sepse normalisht duhet motorit të bësh shërbimet pa ta shpytosh. Sepse nëse nuk e bën shërbimet, normalisht nuk bjerësh dhe në rrugë. Por janë kujdesshëm. A keni shumë kosto për të sport, për të pasion? Besoj se kosto që mbuloni vetë secili, apo ka grupi një politik që... Qëse që ka motorin personal, dhe kostot t'i takojnë që se kujtë personalin vetë. Një motor ka kosto më të lartë sa një makish. Darse? Çfarë mund se keni filluar të hypni në motor? Unë e kam fillu të hypi në motor, po themi, nuk po të 11, po 12 pa, sigur. 12 vjeç. Po, zë Ljusha. Janë djerë shumë happy, janë djerë shumë i knaqë, shumë i gëzuar. Ishte dita mime më e bukur. Po este. A keni marrë pjesë në garën e motorëve? Po të jetën. Po, ka marrë, unë po. Altini ka marrë. Unë ka marrë. Në po gara, motora, bicikleta, makina. Po s'kemi. A keni fituar në njërë ose keni rënë nga motori? Atëhere, për të fituar, nga kush të fituar? Në gara? Gara, po. Kam fituar dhe jam vrarë dhe shumë herë nga motorë. Në Eli? A kush është një nga udhëtimet që ka marrë më shumë kohë? Unë personalisht më ka marrë një udhëtim që kam shku deri në Rumani me mësuse jonë. është pas shorti i mësuse jonë. Bashkë mësuse jonë kena ikur deri në Rumani. Bëj një pyetje. A është e vështirë ku kaloni kufirin? A keni pengesa? A keni bashkëpunime sa? Gjithmonë motoristët në përkufi, sidomos kur është gërko, gjithmonë favorizohet. Edhe vetë ai doganieri, po themi, ose polici ta bën me dorë. Hajde afro futu para, sepse je gjithkohës në tjellë, ai tjellë sa do me kokore, po je veshur me gjumë dhe normalisht je shumë vakë. Shumica e rasteve të favorizojnë këto në afro. Mirë, bëjmë sa pyetje drejt për drejta, ju nuk përziteni, bëjmë për ata që na ndjekin live. Pyetja e parë, ekziston një mit ose tabu për ata që merren me motora? A jeni përballë me paragjykime? Kur e keni nisur, kur ndeshjeni në për rrugë, kur direni grup? Një herë një kohë ka qenë shumë e fortë, jo? Dhe ne e kena bujë. Do të thënë e kena pas, si tabu të. Por tani ka filluar të shkojë gjëra, sepse tani motori nuk është vetëm për një
njerëzit e qismë të thejgjit. Tani motori është mjetë edhe pune. Që ti shpendosësh nga pika A në pikën B për shumë punë të themi. Ose me shumë, unë portoj shumë motori me shumë dhe kalamit, 2 vajzat e mija për të qërë shkollë. Dhe i qoj, dhe është dhe mjetë pune. Detyrimisht duhet. Dhe motorat janë edhe për punë. Si keni përdori ju, si përdori ju këtë sport, të fushat për të asyrë të ta? Ne her pas herë organizojmë edhe aktivitete. Ne kemi një aktivitet tonë që bëjmë të përditshëm. Pra ne bëjmë të pritë të sheshën në Tereza. Ndër të tjerat, ne kemi bëjmë dhe një garë. Gara normalisht është e bërë në kushte sigurie maksimale. Kemi dhe demonstrim si duhet veshim, bëjmë veshjen, si duhet ecim, kemi të ndeshim në rrugë, bëjmë një pjesë aktiviteti për dhe parada përshëndetse për qytetarë dhe aty ata kuptojnë që shikoj se këto nuk janë si ne, janë njerëz normal që kanë një punë, kanë një familje dhe kjo është pjesa e pasionit dhe ne duke bërë të paradën në gjithë qytetin, duke respektuar rregullat e qarkullimit rrugor, me atë tonë ne tregojmë që shikoj se jemi njerëz normal si dhe ju, ndoshta ne përdorim motorin, ju përdorni makinën, përdorni bicikletën, por funditës jemi të gjithë përdorues të rrugës. Dhe të organizimi fundit do t'ju shkoj komplimente se ju ka pasur lart ka qenë një spektakël. Viti tjetër në presim. Pasi mbaron gara, gjithmonë bëhet një pistë të tillë, pa të drejtë, gjithmonë bëjmë se mësojmë bicikletën. Ndoshta ne shihemi pas të bashkëpunimit. Ne kemi pasur pothuajse Me bashkinë me APR-n, e cila ka instaluar pistën e bicikletës, me instruktorët e tyre, me këtë gjë. A ka zonja apo zonjusha që ka pasion të sport? Të gjithë bashkëshortet tona e kanë Jo, pasion po flas përveç bashkëshorteve që mund jenë ndikuar nga ju në Sojza. A që jërë motorit që bëjnë Që kanë pasion, Po, që ka bëjnë shumë. motoriste, ka në Shqipëri. Iran ka shumë. E kuptoj. A është trend në vitin. Nuk janë pjesë, kohën shumë, nuk janë pjesë. Ne në grupin tonë nuk kemi. Jo, ka shumë, po të shohësh rrugë ka shumë femra që japin motorin. Se motorët mëdhej, se motorët tjerë ka shumë fare. Po që janë domethënë që i përdorin motorin për pasion dhe pas kjo pjesë. Ja, jo, Pjesë që po thënë, se pjesa e aplikimit, a keni ju një regjistër historik, një regjistër rekordesh? Do të marrë si shembull rekordet olimpike, për shembull aplikimet që bëhen në garat olimpike. Kam përshtypjen se Shqipëria ke kjo pjesë nuk është e organizuar akoma. Se për shembull Italia, Franca, në cirkuitet e tyre i kanë aplikimet, grupet e gatshme që bën aplikime se për të marrë pjesë në olimpiadat e mëdha, që verore, kryesisht verore. Pjesa e federatës jemi. Pjesa e federatës. Që është e njohur tani në të vogël nga FIA. nga FIA. Janë një çik përpara nesh të marrë, ato kanë bërë me ne, po janë Do, për shembull, po e di. Fillon me adrekes. 14 vjeç që kam bërë për të. Sot janë 37. Bëja llogarisë. Edhe unë kam 30 vjetë që E bëjmë llogarisë jemi mirë matematikë. unë kam 30 vjetë. Unë kam 34. 33, fal, 35. Tani, pyetja tjetër. Pra, 30 vjet, mbi 30 vjet, po themi keni prek dy sistemet. Top. Atë ka qenë, ka pas dikush një motor, por nuk ka pas motor, shpjetë, dimë në motorin e shokut ose. Ka qenë pas demonstrim forte apo Mos e edukojnë të realizëm ndaj sistemit? Ka qenë pasion. Ne kishim në lagje një motor për gjithë lagje më shumë. Dhe atë e rregullonin mëngjes vetë, i bënin gjë gjithë ditën derisa prishej, të nesër rregullonin prapë.
që mësojnë në patent vogël për vogël. Vogël pastaj kalojnë gradualisht. Ata kanë shumë të kolla. E vërtet. Tam është një sport që ka sfida të mëdha. Tani, do ta them për ata që ndjekin online dhe do kuptohemi bashkë me sy. Është një sport që fatkeqësisht, edhe pse nëse dëshirojmë ka dhe humbje, por është një sport shumë i bukur dhe është një sport pasionant. Për gjithë ata që i kemi dhe që si kemi, që kanë investuar që ky sport jetë, ne kemi një përshëndetje tjetër, cilën duam t'ja dedikojmë të gjithëve dhe t'ju themi faleminderit që na dhuroni emocione, sepse çdo lloj sporti në vetvete është i bukur. Ndjeki përshëndetjen e radhës dhe kalojmë me grupin e fundit të pyetjeve. Shumë faleminderit. Sa po mësueset i bëjnë gati, po u e di pyetje. Po Lea. Edhe një futëm? Ashtë të vështirë për të dhënë motorit. Jo, nuk është e vështirë, sa të rritesh dhe pak dhe mësosh edhe ti. Ti një dhe mësosh shumë shpejt se dukesh. Po, Dionisi, kishe pyetje? Po, Noeli. Kush do ta përmendë një herë që ka profesion i Shqipërisë në Formula 1? 10 futëm? Kush do ta përmendë një nga MotoGP. MotoGP, jo Formula 1. Kena motora, jo makina. Jo, është shumë e vështirë. Është shumë e vështirë. E kena i shok që Floriceli, po... A i sa po ka bërë një aksident ka të dorën, po për t'i rregullohet dorën, ndoshta dhe mund t'a aplikoj atje. Atëherë, përshëndetja për të gjithë ata që janë dhe që s'janë që kontribuan që ky sport të jetë kaq pasionant dhe kaq i bukur sa aq. Mirë, ne kemi përgatitur edhe një mini lojë ku mësuesja do të rrasë nga një emër, do marrë një letër dhe do t'i lexojë një pyetje. Janë disa pyetje si na pikante.
Okej. A mund të vish do kush që ka dëshirë në grupin ose aktivitetet tuaja që organizoni? Aktivitetet janë të hapura. Në grup e shpjegova edhe më parë, në grup, që të vish grup, duhet vish të njifesh me çuna, kalor disa kohë dhe po të mund të bësh pjesë e antarësimit në grup. Kurse në për festa, në për guida që mund të bëjmë, është e hapur, mund të vi kurdo. Atë në këtë guida, besoj se janë shumë veta, shumë motorista. Si mund të menaxhojnë? Edhe kjo vjen me eksperiencë, pra, sepse ne në momentin që nisena e dim që kemi një kapiten përpara, që ai do marrë shpejtësinë e lejuar, rregullat e shekullit rrugor, janë dhe dy çuna të fundit që gjithmonë vendosen që në start, që këto dy janë të fundit që po themi janë ato çunat që lajmërojnë nëse do ketë një problem në rrugë. Por gjithmonë i pari dhe i fundit dihet. Janë një zonë dy brava, për një arsye sepse edhe nëse dikush diku në mes të rrjetit, devion nga rrjeti ose të ndër, njëri i gjithmonë brava dhe tjetri shkon pardon përpara që lajmërojë që shikoj se ke devijuar ose po bën diçka që nuk shkon. Si kapiteni. Bazë eksperiencës që ka. Se ne kena pa probleme me sjelljen e liderëve. Ja, s'është problem. Ne keni Shiko, nuk është një gjë shumë e bukur që të vendosin kapiten. Është diçka me përgjegjësi. Do të thonë nga herë thonë mua, Martino, ti tani para ti do bësh kapitenin. Unë bëj gjithmonë rrshkas, dali funi. Se ka më qejf me net në fund, e kupton. Po që me kuptim bëhet. Ka xhelozi, do të thënë, po them, qoftë xhelozi, qoftë garë sportive, po e marrin nga dy këndvështrimet, negativi dhe pozitivi. Pozitivi po e quaj garë sportive midis jush. Unë jam më mirë se ty, ti je më mirë se unë, po. E pranoni me sportivitet të Nuk e bëjmë me thonë, po e bëjmë me vepra. Do të thënë, nga herë kur jena në për udhëtime, bëjmë dhe ne heci qik më shpejt se sa është e lejuar. Kemi Xhigoni e haptoi. Po, Xhigoni për Xhigoni hapti më lërë. është gjithmonë ai që të karikon për me heci qik më shpejt se sa s'duhet. Se e ka qef të heci qik. Por deri aty, deri brenda limiteve. Po grupet me njëra tjetrën, se keni grupe, a i keni ju këto diset si që janë si që kemi parë në profilma? Jena gjithë shok. Dhe grupe jeni shok, jeni me njëri tjetër, nuk është se ka... Jeni gjithë shok. është sport e që ju bashkon, nuk është se keni, është pasion. Zjeni një emër tjetër që të marri letrën, edhe të shqiptisje. Ujti marri një letrën. Kush është vesha që duhet të ketë një motorist? Vesha. Po na i prezantojnë. A do na demonstroni pa? Ja, është... Kush do na demonstrojë dhe na prezantoj pak si vesha? Atëherë, ky është xhupi. Kemi xhupin këtu, që xhupi normalisht është kundra grëvishtjeve, është material që edhe kur forkohet me asfaltin, është disi rezistus. Ka këto mbrojtëset që edhe ke krahët, edhe ke brycat, edhe ke kulisi, që në momentin e parë që ti vinë tokë, ka njësi sfilgje që është me mbrojtëse. Duhet ta ndesh. Kjo është Jo, dimror. unë ja vishim një fëmijë që... Unë jam mund ta marrë një vetë. Ishte trupi madh, hajde na. Hajde ti e trupi madh. Bravo. Tani ky është dimror, veror Jo, apo ky është veror. ndara? Ky është veror sepse është me brima dhe është për këtu ajros. Është çik i madh, po s'ka gjë. Prit, në e mos e ikë se të kanë kemi pjesët e tjera. Po mund të jemi pak që të na shohin dhe ndjekësit online. Tani këtu kemi doreza. Doreza që s'mund t'ja vim. Ulani, vini skafandrin. Po. Vini skafandrin. Me pami nga mësuese Sara. Kemi dorezat që edhe këto bëjmë për mbrojt
nga durët, Marlon. sepse durët janë shumë të rëndësishme, janë të para që prekin top, momentin që ti rëzohesh. Dhe skafandra. Kemi edhe bluzën që është dhe skafandra, pra. Por çupit ja të dalë tu që ti bëj pyetje pak më të rëndësishme. Atëherë, poshtë xhupit kemi pjesën e bluzës që po veshim që është uniform. Tani, xhupi është pjesë Protekcion. është pjesë e mbrojtjes. Po nga ana këmbë kemi Gjithashtu si xhupi janë dhe pantallona që janë me material. Edhe janë vetë Janë të gjithë janë me material mbrojtës. Domethënë asnjë nga këto elemente nuk duhet mungojnë në momentin që ne bëjmë një udhtim. Do bëjmë një udhtim. E keni kusht, është taksative. Është për të mirën e çdo person. Unë një herë si veç aty. E kuptoj. Skafandra, sa e vështirë është? Sepse në këtë periudhë po flasim për fjalë për 42 gradë, do dikush nuk do ta mbajë Të gjitha ato që ne kemi demonstruar tani këtu, të gjitha janë të bezdishme në këtë lloj periudhe, por është demonstrueshme. Është një sigurie. Faleminderit. Ndërkohë ulemi në përvende dhe pastaj i veshim shpejt. Do mendojmë 10 pyetjet e fundit sepse koha kalon. 10 pyetjet e fundit shpejt dhe koha kaloi. Do ta mbyllim sepse nuk mund t'i marrim shumë gjatë. Vazhdojmë, Reja. Po, thyrje të lehta, po themi. Thyri dorë, thyri gisht. Po që ndo, nuk e qato. Skerdi. E kam për ndotë qikoli. Ha, në të keqen. Tani, është edhe shtirë që kur doni gara shumë gjërash, që kaloni në për letra, male, shumë gjërash, është e vështirë ta bëni? Jo, deti ka duhet vetëm me trajnë. Pjesa e malit. Pjesa e malit është vështirë, po nuk është për këto motora. Këto motora tonë quhen motora për rrugë, gjata, heci. Për mal kanë të tjerë motora, janë për sakshëm për kalesa. Ato janë për mal. Garsen, i ri shpejt, pasaj Reja po fal. Garsen. Sa herë kemi fituar në përgara? Unë kam fitu se di fiks, po mund t'i kem një 10 kupa në shtëpi. Besoj. 10 herë. Shpejt, Iris. A keni hasur vështirësinë e një rrugë të rrezikshme? Shumë herë, ka vështirësi. Wait. Po. Sa herë mbushni me karburant motorin kur bëni një udhëtim të gjatë? Për shembull si në Mali. 11 herë duket se e kam mbushur. Sa orë zjati rruga dhe rrugës? E bërë me pauza? 4 ditë. 2 ditë me shku, 2 ditë në ardhë, 1 ditë ndenja atje. E mbushë full? Po gjithmonë full. Po, po, pyetje, po. A është pak e vështirë nga si motor? Ja, masi mësohesh nuk është më e vështirë. Noedi. A keni adrenalin kur i jepni një motor në shtëpi? Gjatë gjithë kohës. Po. Çfarë vështirësi më madhe që keni pasur? Kam gjetë një herë në pyll, në malë, më prish motore, ajo më duk vështirësi e madhe. Derisa më erdhën shokët pastaj. Po, ne ta kisha as telefon. Nuk shifsha po Luisi. Kush ka qenë udhëtimi juaj më i gjatë? Juaj e ke për tjerë, Po e për gjithë, flasë që më dhe tjerë, se unë e thashë i është pa. Livia. A është e lehtë për të ecur në një motor? Po, është e letë. Masi e mëson, është e letë. 3 pyetjet e fundit nga unë. A keni menduar ndonjëherë të dorëzoheni keni thënë po? Ose je përballur me rrezikun, ke thënë
shpëtova dhe kësa jere. Për momentin, po, pastaj mas 10 minutash i fur. Është diçka që të vjeka me ta kërkon. Sa ashtu do të rriqem, të vjen më shumë. Pyetja dytë, si u ndje që ju erdhi te Sun Time Center? Dhe si duket Time Center? Shumë të lumtur, sepse shumë të lumtur që brezat e rinj kanë interes edhe për botën tonë, për pasionin tonë. Dhe sinqerisht ndjeni të vlerësuar për të ftesë që na keni bërë. Shumë faleminderit. Që janë shumë të mrekullueshëm. Gjithë çuna dhe goca shumë të mira. Ambientin e pas keni shumë të mirë, të freskët. Dhe mësoni sa më shumë. Këshilla që do t'i jepni të rinjve. Vetëm të mësojnë, detyra e tyre për momentin është vetëm të mësoni sa më shumë, sepse vetëm me dituri nuk vdesni përpara. Edhe të gjëjnë prindë. Patjetër. Edhe mësuesi. Mësuesi po ato. Mësuesi është prindë dy sa mësuesin atë. Au, knaqe sot. Po. Shumë faleminderit që